Show. Shikus të ndëruar televizionit First Channel, mirë se erdhët edhe në një Valamala. Sonte e kom mësafir një aktore e cila njëherë një kohë ka premtuar shumë. Goxha aktore e njoftun dhe shumë angazhume ka qenë, po fati jeta ka dashur që ta lëshoj Kosovën edhe të shkoj të jetoj në Angli, edhe prej aty e ka harru karrierën. Rolin më të madhin që e ka luajt, mban se me luajt rolet dramave të filmave, ka luajt rolin e nonës. Është bo familjare edhe kështu. Shumë njerëz se karrierën e luajnë anash kur është pyetje familja. Sonte kam nderin ta ftoj në skenë Ardita Lola. Ftojmë skenë. Shëndet Lola. Si je? Çaj jo. Mirë. Mirë. Por no. Sa mirë? A bukur? Shumë. Po në jesh mirë? Te si mu kona i farë mbretërie. Na kanë punu kompania Lisi, një fabrike mobiljeve shtu madhështore, që punojmë gjithë shka ekstra, madhështore. Edhe po më vjen mirë mas pojë që po një është mirë, e mërë mirë që të parë se të kom pa 15 vjetë ama te. Po, ko e gjatë edhe unina shumë mirë, kur takona me njerës që i kom njoftë shumë ko gjatë. Ka qenë njëherë një kohë kur punëshim emisionet ndryshme edhe neve s'na ka rarë shumë e punu, por na ka rarë një bashkëpunim i cili në atë kohë pak ka pas mri miliona klikime. Klikime, qashtë? Një kamerës pëshef që japa të bo medës, ma vonë do të flasim. Ardita, nëzanse Faruk Begollit, madhit Faruk, gjenerat me Mirsadin Lullin e Vëcër, me Ylber Bardhin, me plot kolegë të tjerë. Tjerë, po. Njëherë një kohë theshin Ardita do të botë aktor madhe, po ta paraplanit Ershej Barakin drejtën Londër. Po. Me qenë aktor në Kosovë nuk është sa që letë, për shkak paragjikimeve, për shkak edhe perspektivës, sukon, dhe me thonë, sa ke pas merita të mdoja dhe mund, nuk je pagu. Kur su pagu? Atë sa duhet. Po, si mi pagu mjaftushëm. Edhe nuk jena vlerësu, dhe me thonë, për punën që e bojnë aqë. Edhe një moment, gjithmonë e kom pas në mendje ta me jetu një vend ku flitet anglisht. Ku flitet anglisht? Anglisht, po. Atëherë ke mujtë me jetu në Kosovë, se këtu ma shumë folin anglisht se që. Mire ki, kur po e si ka një rrugës për një të folë fëmi të kretë anglisht, të më falë, a keni jetu. Ta shohar që e ko. Po, mire kite, po që vendosa shkova atje, edhe atje kom kryu disa studime për gjuhë angleze dhe për beauty. Kom dash me ndru pak, se kom pas pak presion, që shme thonë ngarkes. Për shka presion? Qikare? A din kur bën në famë, për një herë dyqysh e kom arrit një famë, shumë e re edhe nuk kom ditë shka po ndodhë. S'ki ditë mi menagju vetën? Me menagju vetën edhe janisa mos me pas shef me u angazhu shumë, do isha mu largu prej medjavë. Pse? Për shkak qasaj, veç do isha mu largu. Pak me pauzë kështu me pas. Shumë zërë është me përbalu emnin famën, në atë kohë kur po flasim në shtatërive tash nuk e di, nuk ju kujtohet, po në atë kohë kanë qenë një gjenerat goxha e aktorëve të cilë kanë shpërthy. Po, sukses shumë. Po, mas shumë të që ka në sy ka qenë Ardita. Bile këtu i konë një farë ikonën për shtinë që. Po, një konë. Edhe gjatë, edhe madhe, edhe rëndësitë. Faleminderit kompliment. Nuk e kom marrë shumë seriozisht me thonë drejtën. Në atë kohë kom qenë shumë e re, kish premierat filma, unë isha në rol kryesorën në kërkun heqë. Se di pse, po s'kom ditë. Tu e bua asgjo? Po, tu e bua asgjo. A je pishman tash? Thomë ka njerë pse kom bua ashtë, po jam. Pse nuk jam konë ma serioze në punë temë, ma e vendost. Se dje a kanë kuptu ata që tash e kanë rri moshën e Ardites, s'po thëmë moshën temë, se unë jam shumë i vjetër, të cilët nuk kanë rrë pishmën që s'kanë ditë fazën kur jenë konë shumë të famshëm edhe... Me menagju. Po, me menagju edhe jenë të reku, se ju ka do... Edhe thonë drejtin, jam konë pak si në depresion pa ta ra, kështu për thomë publikisht. Pasi që kom lujtë familje moderne,
Kom pas shumë kërkesë prej njerëzve, edhe nuk e di për një herë, kom qenë teatr, bile tash më kujtu se temën, kom qenë teatr, të e shiku një shfaqje. Në moment më ka ardhur një mundim, veç me dalë prej teatrit. Edhe jom qu dhe kom dalë. Po, a presioni i njerëzve që të këqëshin, mangupat kanë guca, qka? Qka dush? Qka dush, tëna? Tënat më bon. Dhe me thonë, është goxha zërë më konë edhe i famshem, edhe bukuroshe, edhe kështu. Me thonë drejtën, kom pas shumë kërkesë, s'po di në atë kujnë ku njerëz pak ma tegër. Po, a? Po thujen zbut tasha? Kanë do me marë deri të shpia mrapa. Shumë e ronë. Po. Po ti kështu e madhe e konë, ke mujtë mo... Probleme, tashë ma boksirk. Ma boksirk tash. Atëherë ma s'kom ditë ma, tashë me pregadit, u shtroj kickboxën e. Denë sa runda qënë? Sa të li personi. A denë sa të arzak këtë. E gatshme. Denë sa të arzak këtë. E qajo? Roli është gjaja ma madhore për aktorin, lesë me thonë. Edhe zakonisht aktorët jetojnë për role, jetojnë se qysh me inë rol, qysh me kriju si bagaj atë rol. Po rolin ma të madhin, për mduket e ki bo kur ke shku në Angli, mandej, krimi familjes, në ubo në anë... Nuk i bi kur gja pishmën për që kom dërpri, se ka shumë që thojnë, ku je konë së s'kom pa. Unë e kom pa uzu 10 vite. 10? 10. Në shta ma shumë, s'po disë me sigur sakt, 2015 kom qenë herën e fundit në Qakashkia. Edhe tani ma... Mo prej asaj kohë? Nuk kom pas qef mu marë, kom endu me kriju familje, familja është e shajt për mu, edhe si bi pishma për asë gjo, veç pëse s'kom qenë ma e përkushtume, e më konë ma lazdrume. Pa një dhe të rive, pa hi e gjithë, më konë të lazdrume. Kur je talent, kur lind, prapë më është më rikëthy në qofë se ki kodë, në qofë se dam, kështu që familja është shumë e rëndësishme për mu, edhe i kësha sugjeru gjithë njerës, mësë me lona në është familja, karierën e bën kur dush, së është problem. Se di sa kësha mujtë mu pajtu aty, më duke duhet me pas një farë balansë, se me lonë karierën, e di që familja është e shajtë edhe... Balancë munësh, po edhe nuk munësh. Edhe nuk munësh, apse? Varët. Plus, unë e kom pas më afshtirë që e kom lëshu vendin e Kosovës, në një vend këtë tjetër, edhe... Problemi ritmit vetë, pa pas vjerën, ose pa pas nënën, ose që bilet i këqyrë pak desat kujtë punë. Po, është shumë ndime madhe vjerit me të ndimu me fmi, është janë zoti i shpërbleft. Po, vallaj. Shumë punë të madhe bojnë edhe nuk pja u din. Problemi rritë. Ta që ka nërën fije do pi marrën haze fëmi të mdaj. Po. S'pi rritin, pi gjoj një grua si i burë me fëmi haze dhe për thëtë që mu rritën fije. Po. Po, se din sa fështirë e ka për shambull gjyshja. Unë e kom pas ma fështirë se vetë, edhe pse mami më dimën, ta shti që jam këtu ma shpesh, po kom shumë dimes madhe prej saj. E në Angli, normal, kur jam, vetë, s'ka. Atje është ma shtrajt jeta, nuk i mundësi si këtu... A këtu ma se fa, a? Këtu ma se fa, ma lirë. A ta shaj të jetu këtu atje, a? Unë jam për momentin në dilemë, qka qysh, më varësisht. Si m'ja bo. Qyre, unë jam në shtetasi britaneze dhe jeta më gjithmonë kam e qenë këtu dhe atje. Edhe fëmiti kom lindë atje, kështu që kom e qenë edhe këtu edhe atje. Po ku do që e shoh vetën që për një nama mirë. Interesant, që është e mundun që gjithë që shkojnë jashtë thojnë një ditë do të kthejna në Kosovë dhe kur vje vakti mu këthy në Kosovë, prapë kanë kështu. Po vinë në Kosovë, po nashta do t'jetoj edhe atje. S'mojnë e pa Londër edhe pa Prishtinë, s'mojnë. Pa dyja të s'munësh, a? Po t'bje shumë më najtë bësh balonit mas dhe. Po bre, qa me po. A janë bileta shtraj se se di për Angli? Ka njerë ki bileta me 35 euro. 35 euro? 35 euro me ju taksi. I këshyri ofertat kështu edhe gjej. E po kurse ki caktune, po. Kështu që se kam problem, një mësu. Cili është roli ma i fështirë? Roli nënës apo nëjë rol që duesh me përgatit?
Roli i nanës është shumë i vështirë, po e kini farë knasie, nina shumë mirë që jam të i rritë fëmijët, po është bagi i vështirë me përgjithësi shumë të madhe. Sa është vështirë me përgatit qatë rol, se dihet për me përgatit një rol tjetër në për drama ose film ose kudo. Se përgatit heq, veç mësosh vetë, që ashtu vetë vjen puna. Shkon ma shumë improvizim, a? Po, shkon që me thonë praktik, ban vetë u vinë gjana që dush mi mësu, deshte dhe... Plus nuk e dija mund është me përgatit. Rolin e përgatit, po me fëmi s'ka përgatit, tu vdek me qente, kimu zgju, kimu boq mës. Po plus nuk e dija kime marrë do artrokitje në fund, atë kërkyn qatë detirë. Po me ransion e kry obligimin tem si non. A në ritmit? 2 djemi kja, po? 2 djemë. Me jetë gjatë. Faleminderit. A të shojnë videot për para kur ke qenë? Kanë fillu me i pa më tonë? Djali i vogël më shë, thot mami, po s'din diçka ma tepër, djali i madhe dhe ajo më shë, po hala s'tin hala qa që... Hala nuk e shojnë shka qysh tek? Po, edhe pak. Na në kohën, kur jemi njoft me shumë aktorë të rinë atë kohë, me të klasës tonë, me gjeneratës tonë, po njëherë në kara me bashkëpunu për kamerën e msheft edhe i kem pas planët për me punu dhe ma gatë, po... Pa ta shku as di ku jam këmë qenë, unë më duket këmë qenë Sarajev, mas nejna? Po, më duket që ke najtë në Bosnë, më duket. Po. Së më kujtohet të arsak se kohë gatë, po një pjesë që pa të mbo një kamerë msheft për Meden, thojnë që ka qenë kamerë ma mirë msheft në erë që është punu. A dim se? Se ti je artist i fuqishëm edhe unë e original, apo kuptan? Qka buhet original që nuk je fake, si je falsot, ka me dalë mirë, gjithmonë. Vetvetja, apo kuptan? Zdi atë kujtohet kërë pa të më diskutu që me e bo, se thëshim me e marrë dikon që aktron mirë, që më s'mu duk fake, po edhe duhet me qenë dikush që nuk e në gjemeda se me bo me në gjofë në dështon kretë. E frigën ma të madhe e kom pas se ti ki pas do role kështu, po nuk e disha i ka për celaja, apo të një atër edhe i pa të ndru dhe flok, ti ki pas në gjyrë tjetër. Gjyrë kafe. Gjyrë kafe, po. Edhe, dhe se o zhvilloj ke kamera psheft kujtuat që sot, të isha, a ka din kjo, aso ka din. Po kërja pash ftyën që bo njuri si laken, e pash që dheze ajo dhe... Dikur the, stop, ka dalë. Ose nëzëre këtë farë prej farkët. Po, pa ta thonë nëzëre asykën se më do kështë aj veç ta kuku sham gjetë. Uzbe, po, qa bo? O konë kuha fejesës ti. Po, bashkë një kohë shumë... Ata shojnë pak kamerën në psheft edhe ja rikujtojnë publikut edhe dhe ta shini sakë se kush është ardita edhe se si e ka lujt atë rol. Ka qenë një kamerë ku gjatë emisionit dikush prej publikut qot, pyetja ka qenë ekskluzive kështu, a është feju Meda jo, derisa atëherë këtë femnat bëshin mas Medes, dikush të i ku feju, dikush su feju, edhe lajmin ekskluzive ka pas zonë në prallë me të pantena. Po. Edhe pse hezitojnë fillim, dikur e tha, po, tha, jom feju, edhe dikush prej publikut delë dhe thot, kush bërë feju, unë e 3 muj 7 zonë. Për ma shumë e shojmë videon, do të shojmë edhe bashkë, po edhe ju do të shini edhe do të kthejemi me e diskutua me e folë. Mi e tregu të gjithve që edhe Meda do të bë familja dhe Meda... Normal, gjithë kush do me thone ka ato të martuat, apo? E donë normal. A, bo publike që je feju me 1 mars? Po. Ty shish? Kush bre mu feju? Ti mu feju, a? Ti mu feju? E unë në 3 muj që jam këtu, qa po do këty? Kë mu feju? Që shki ftyrë, bre? Ardit. Qfar? Shuj bre valja në lajle, që shmu feju? Ardit, mëse pësh emisionin se funë. Ne bre valja që 3-4 muj s'ma ka su telefonin, bre, unë e jam 3 muj, bre. Kush bënë që e ka full valina? A për kishët, a? Që edhe kishë speti? Hej! Kishët as nuk ka shansë. Urna? S'ka shansë. Hej, qëre mëre, qëre ne. Që faktin që edhe në telefoni kam fotografit. Jo, që, urna valjan, që. Se këtë trupi për më dridhët, ja, qas përni une, qas për shot, 3-4 muj mësë mu lajmë ru në telefon. Bukër ku këtë dalë, mirë, hade mëse më lëdhë, hade bashdo, që të jashtë? S'pë dalë.
Lema se kemi bo misionin? Ja, s'du me dal, hes. S'pa du me dal. Qëto këme najt? Rina. Qëto këme najt? Hajde, fal tash. Qa po këshyr kishë s'pa di? Lema qik pasi përse ne fejun pa shty të ballit. Ku është me ru feju? Ku është mu feju? Ane, gjallë që ki mu feju, kër? Qe? Kër që ki mu feju? Tera si guimin? S'pa Të ndje dal. ketë që shkoke, hat. Ja, shumir jam. Super e fort, bile, halal. Kush të m'ka? Hare bërë, ti. Ka dal veç. Për nga vje keq. Jo, s'pa du me dal. Ej, me se përshë Shambre, hej! Shambre, djall! Qama lajde! Heko! Abdi, prit. Janë gjera këtë qiken, janë gjera jasë ty kënë piber këtë që kam një. Ada Abdi tu. Mjetën? Jo, s'ka sha mu tutë, se të kalzoj mirë bëllë që s'ka shanë. Më falë një pak që të si. Falendroj Mardita Lalin e cila është aktore e diplomuar. Shpesojmë që së shpeti do tjetë pjesë e prallës me Tupan. Mjetë. E ti, e jo, e martohë. Ka herë presën, në martesën e gjitha tja. Me medën jam shok i mirë, kështu që ma bën halal këtë ka mirë fshat. E, më bacë. Vakt e vakt. Vakt edhe sot me po masa sa vjetë, Po. Cilin vit ka qenë? Hec më kujtuar. Prallë me Tupan, kër u konë? Prallë me Tupan ka Sa qenë për ka 2005 dhe në 2010, po këtu sigurisht ka qenë 2007 ose 8. Qashtë. 2007 ose 8, dhe më thonë 17 A, 2008 jo, se në Londër këm shku në 2008. Atëherë 2007 pas ka qenë. Se di që tani veç, 2007 pas ka qenë. po. Kohë gjatë. A i pa reagimet, si me i pa sëtë Une ato. që atat veta e kanë ditë publika se reagun shumë aplauzat ato, ade? Në fond, kur është lirun të tënë. Se kanë ditë, po. Pa nuk e ka ditë, po më duket që nuk e ka ditë as Avdi Prokshje, për shëndes Avdi që ka qenë si organizator, dhe si, s'pi thëmë sigurim se ka majt regullat e Avdia, kur vje me të prek me dorë që i thu, ikë baju, mëse më prek, të më lje, me se prek se... Po. Shumë mirë, edhe tashme po, jo që e kena vona, po për një me e bëndshme. Ma reagimi me Se dhe s'ka. une, tamon e kom përjetu si për një me. One kur ta kom, po, edhe ti edhe unë, kur ma dha telefon aty, unë e këshyri, kishe përshën në i vëtgari, shumë bukër të këtë dalë. Shë këngëtarët me aktorët, me artistat, këta sujnë mu. Ka qenë shumë interesant. Nashta, kur ta kom në Hermeden, kena me diskutu këtë punën, se na kem pas diskutu edhe mas emisionit me i farë, unë ledhë që ma tjerë dorë ka kështu, edhe thot, këqërsha me i herë shka u bo, kush ma pjelli këtë punë, shka... A, ke vetë që ka thonë, Po, se këtë ka dul që u bo, a? ka dul, po, thamë, këtë ftyrë se kësha po kur. Thash unë qatë derte kom pas me s'pin gjef ftyrë, po edhe me ta njof ftyrën, thesha me s'pi përzijet, në ashtë, e pas në po diko, kështu, jo si aktore. Kjo në atë kohë ka pas dhes shumë, atëherë prallë me Tupan ka qenë shumë e dhezun, edhe si emision, po edhe kjo ka mirë është përfull shumë, sa që na kem qitë edhe mas disa vjetëve më duket 2019-en, edhe prap ka shku me miliona klikime të po gjenerat mas gjenerate, prap se prap, sot është zërë me bu ka mirë për qëfta. Falës po duken, s'po din. Po i bojnë falës, po doken falës, njerës tash veç po rriten me kamera, se cili kamera televizion të vetin, telefon të vetin edhe... Ma mirë mi bot momentet, bilem nas pa të mushtru shumë, diçka... Gjë, veç kem diskutu që mos u dorëzohë, se mos kesh, edhe kom pas problemin ashtu kur pa të mboj astikun që thesha mos pa dalohet, s'dëshim një astyk të madhë vogël ashtu më dokë 3 mujshë. Shta shpesho që shish dokës. Po dhe po aj në qatë dirtin e vetë në ato momente, veç s'ka mujt me vrejt edhe me po.
Kina mujtë me zgatë këtë punë ma gatë aty, po qaq më dhim që thash në zarrat jashtë. Se po mërë naj infrakt. Ku me di shka reagua dhe fejumja vetë qatë moment. A i ka kalëzu se së konë kjo live. A po, së konë? Ja, se t'je shkonë live emisioni aty është bo e nona qutë dhe të pople. Që atër është bo me zvetë. Rolet e tuja në përgjësi në atë ko, e përmene kafeneja, Qa ka shpia? Qa ka shpia, ke qenë fund, po ke marrë pjesë edhe në familja moderne në kafeneja me rolet vogla. Po, qa ka shpia, kom qenë në familje moderne, kom qenë studente, hala, edhe nuk më kujtohet, e kom marrë pjesë, po në tregova që ju më kona si personi shumë Ki lujtë edhe s'ta ka një që apo lujtë? E lujta, jo, kështu e kom di që apo lujtë, por nuk jam bo si disa aktor që janë me shkumi një regjisorte, e kom lujtë rolin edhe kom vazhdu në jetën tem, me shëtit botën, apo kuptën? Qa tha e kom pasë qëtë. E në qa ka shpia, do me thonë, pak para se me ndërprej aktrimin, unë isha në Londër edhe nuk më isha me vazhdu ma tutje, për shka kullëtime vësene, disa angazhime atje, edhe me aqe ndërpreva, Radmilën. Në cilat jenë një mas mirë, në cilat role? Apo nuk është që e lidhë fort me role? Radmilën, që ka shpia, mu ka desh mi folë bile më zgabofsha 3 gjuhë. Rolin e Bosnjakës, apo? Bugare, po edhe jetoj si angleze edhe këtë 3 gjuhë të i folën atë. Mi përzija të me bo qalbur kretë. Po, që jetoj në Angli, e Bugarit, po që jetoj në Angli. Ish gruja e Gjekit. Gjeki, shumë gratë kish pas Gjeki. Po bre. Sapi del një sot, disa 3. Super aktore, super punëtor është Nasiri, kursonal. Edhe me pas shumë aktorë që shtu si Nasiri, shumë atepër këshim prodhu dhe shumë atepër këshim ecë matutja. Qashto? Jo me prit rolin, Nasiri gjithmoni ka para prit projekteve vetë dhe nuk o nalë kur, një lumët. Edhe është aktor. Edhe talenti. Po, edhe është aktor tepër mirë. Ai që është me talent edhe punëtor, s'ka ma mirë. Po, kur s'ki talent, munoj o sa dush. Ja, a kime marrë pjesë tash, masi po do edhe Kosovë edhe kështu? Po, tash a do mi u këthy aktrimit? Menoj që i po, që fse gjena i bashkëpunim të mirë, pëse jo? Shka qunë bashkëpunim të mirë? Për shambull me kolegë tjerë ose naj regjisor, që paguhë mirë, që paguhë mirë, që bëj naj kontrat, pranoj, pëse jo? Që fse më pëlqen, dhe me thonë nëse pajtona. Din sa fështirë është me gjithë që si bashkëpunimit mirë që paguhët mirë, se s'ka pare, ma. Qëta e kom rejtë që s'po ka në Kosovë? Nuk ka. Ma shumë, bile ma mirë u kom për para, më zga bofsha. Po për para jenë pagu, jenë konë rogat ma mirë, ka pa sponsor, ndryshe ka qenë. Ta shtim ma ndryshe, gjana. Ta shajtu po, jenë minimum përmi 80 seriale që prodhonë Kosovë, zdi adin. 80? Përmi 80. Dhe në 70 i kom nëmru kështu, përmi 80 seriale. Wow! Në të cilat në ashtavesh njoni është aktor, të tjertë janë njerës fshatit ti ose të malës ti edhe po mledhen, po punojnë, se cili e ka shikush minë e vetë, super atë shku. Se si jëmë fërngjarje, stash pak jekom. Tash ma të famë shumë përbohen që ata naturalistat, se sa aktor të cilë kanë kështu. Po gjipët, na si popull s'kemi pas guzim kur më shprej. Edhe i kësha këshilu gjithë njerës, shprehoni ata që e keni. Pse më rujtë? Për çka më rujtë? Pi kujna më rujtë? Apo t'jep me hongër, me pi, a kinaj... Për çka më rujtë? Thuje ata që ti e mendan, bënu vetë vetja. Edhe vetë besimi ju të shtohet kur ti e thua ata që mendan. Po që këtë të qenë vetë vetja, na kemi mri me një shkallë ardit ku edhe gjithë kushit po jipet mundësia me dalë atë me bo budallakina në për rrjetet sociale, po bohen të famshëm? Po janë vetë vetja, një ide, ma mirë me qenë vetë vetja, ose me mu shprej, qka ki qef, qas ki qef. Po gjenë mënyrën edhe talentin e vetë se cilë, po mandej këta që kanë kry shkollën, po mesin aut. Po ata du të me pas edhe talent, edhe me qenë ma realista. E kanë kry shkollën, po du të me
mju përshtatë kohës. Qysh mju përshtatë, s'ka parë. Qa po li për tash dhe me thonë. Tash që se do mu pagu në aktrim për të kalzej qysh është. Ose mja po hajojnë televizionit që qysh është. Bosh i famë që me role, ose me qka do me emisione, pare nuk ka në televizion, rren, kush rren të të profitoj, o të rrejt. Po. Edhe më ndej fiton përmes reklamave në rrjetet sociale, ose përmes TikTok-ut ose tjera. Ma shumë teknologjia e ka marrë anën, është këtë tjetër... A televizionit vynë veç sa me u bo viral, me u bo emën, po, qashtu, mandina vetë. Me të afru bashkëpunëtorët, jashtë televizionit, se kështu e ki harro. Harro, po de? Veç kushtran që po thuti që ajo është. Tash sot me dasht me prodhu një epizod, një seriali ose një dishka, mas shumë të që mund është, mjë thonë, hajdi vla bukën së dhe kini pimeje, pa para. Para me no. Shumë është mjerem, është shumë eron. Eron është, po, që kjo është Kosova. Na si artista e moderatore, qka do qofë, sa e na do të me pas pagën shumë të madhe. Për shambull, një serial në Angli, një aktor që është shumë i mirë, a i paguat deri në 10.000 euro për një epizod. Po, aty janë me 100 miliona shikus, plus o tregu i hapon. Këtu i ki... Po, dhe veç, këtu i ki maksimumi 1 milion shikus. Po, të na bile mu pagu diçka, jo minimum, që po thu një drejk. Diçka, po qa mujnë me t'jap një drejk? Po drejken të japin të mirë, me mishë më drejke. Jo veç, bisa dhe në drejken veç me boreka dhe ajo ka jarë. Mbore që shkajtë. Shumë kesh, mundohen sa ma shumë me shfrytzu dikën, pa ja këthy, të me thonë me... Ka, edhe ashtu që mundohen me shfrytzu, po mas shumë të është që nuk ka lekë në treg. S'ka në treg, po des për shkak teknologjisë, e ka marrë pushin. Ka ndru forma krejt. E tha, njerës duen me qenë vetë vetja, njerës duen mos me më shef, me fol. Mu shprej, është vetëbesimi fitohet, kur shprej është prej vëgjlist, e jo gjithë të rujt, ashtu edhe në betëshin drojtën. Po ti për shemull, pi që e artë, tash këto kohët e fundit, kom panën për shumë intervista ki marrë pjesë, edhe që ja shprejja jote. Po, o du të mu kalëzu ignorante, o budal, o na i sem për mu bu viral, edhe pse. Që ja shprejja jote, vete tha dhe vete ki po që bavaki një satë ki ap intervist, a vish një fjallë ki folë kështu, pa menu në ashta, ose edhe ki menu ki dash me tonë, që ato ta marrin ta bojnë viral. Mas në për të shkon këtë koha, ose këtë javë, ose këtë mujë tu arsitu vetën që ki dash me tonë. Qka ke puna Bagles? Me Bagel, adin kur po foli për Bagel, ose kur pi një njerës për Bagel, që pjanisin me foli për punën e erës, po thomë u bo si politikë edhe fej, që kjo një erë që e kom thonë, unë e Bagelën se kom përmen. Unë e kom përmen, Bagelën e kam përmen ajo qika për balë meje që është prej fshatit edhe din që se kom përmen, se nuk është prej e tem Bagla, po jashtë qitja e lopës. Nuk kom dashmi përqesh as kafsht, as fshatartë. Unë thjesht më pengon që nuk i trajtojnë kafsht as mirë, po veç i shfrytëzojnë. Aha, do me thonë. Ti ku ke bo mbrojtë se drejtave të kafshve, tash këtë ju shapë ditë një jashtë. Po, se unë jem ma shumë ka vegan, anoj. Edhe mendoj me qenë vegan një ditë. Për shka vegan, hajtë kalzo? Zdi, dyqysh nuk kom pëlqen që... Nuk dënë mi hongër kafsht. Ki qef kafsht me jetu. Po. Jo me dekë për ne. I shfrytëzojnë, po ne shfrytëzojnë fshat, edhe a ke po, jashtë qitjen, kur e bojnë deri te koma i shkon jashtë qitja, edhe nuk e pastroj me vite. Do me thonë që ajo është që mund ka pengu që ajo erë. Fajt i kanë architektat aty. Fajt i kanë architektat që këta bojnë shpinë, për shemull fshat nuk ta bojnë edhe banjon veç për lopë speciale. Vëdim i thonë lopës që ku ki përshkirin që shamponin një lojë vetë. Lopa është si fosh nja, kur pronaris kujdeset me andru, me pastru, një vit, unë e kam fakte që me një vit i lojnë me nevoj. Ska kush nësën pilojnë vetën, moli. E pse majnë pra aty? E majnë mja pi qatë tomel, mja ungër qatë nesh. Veç kom thonë më pengon qaj e era. Unë pengon, edhe ata ku me thonë gjithmonë që më pengon era. Edhe gjaja tjetër, se di pse u bu ka që ma dhe kjo puna e... Që aty kapëm.
Ta shtë edhe po du më ju thonë shqiptarve ku do që janë. A e keni vrejt ju vetën që na si popull e kena në shpreje magar, lup, kali, zagar. Njëni tjetërit. Po. Për respekt të thirim nemën të kafshës që duhen. Po dhe. Ose ku të folë shumë dikush që tojtë papagall. Po, a ke po. S'ka kafsh që neve nuk na shujnë. Do me thonë, na kafsh t'i kena nuk i dojna me një farë mënyre si popull, se gjithmonë e ofendojna dikon me kafshën. Se dojmë konkurencen. Nuk e dojmë konkurencen, për që ata si dojmë kafsh. Pra ki po na vetë jena si gjoja jena. Edhe ku ti thojmë shoki që dojmë i livdu thojmë, i fort si gjoja, i matë si gjoja. Po, gjoja. E tash era mu që po më pengon, ta? Më pengon era dhe e një njeriut që nuk lahët, më pengon edhe era e kalit që është i papastër. Sa problem, jo, e di që je non me fëmijë dhe tirin këtë kohën. Faleminderit që veç pe ule. E kuptojmë këta. Veç jo më befasu, do me thonë me njerës 2600 komente në fakt. Krejt negativ. Lupa peshojnë lupën. E pse pro ata peshojnë lupën? Pse, do me, apo më kuptan? Po dhe për të marrë veshën e ti, po. Unë s'po muj kurqysh me vërtetu këta njerëz a shoj vetën, a kanë logjik. Po qaj që komentën s'dush më marrë me ata. Jo, mos mirë na, po. A i me pas punë shkon, ose mirë lupën, ose mirët me gjona tjerë, nuk hinë aty me komentu. Po, absolut. E kanë profesion tjetës, do kanë veç me komentu aty, se ndryshe nuk mujnë marrë shpreje. Lupa shumë e mirë e krejt, po në disa fshatra nuk i mbajnë. Do me thonë me një vjetë, s'ja u heki një ashtitje në normal që është i reron. Po dhe zërë edhe për lopën, e ka jetën e vështirë. Gjëna. Mas pari, veç kur ta pramënën që ka djallin veç, bëllë. Une për shambull, kur isha kingjën, që e pjekin kështu krejt komplet trupin, kurse hane. A mi pa copa po, a kështu? Kalzova që anoj ma shumë ka vegan, edhe shumë shpejt ku mu bo vegan, nuk ti veç shumë më dhime. Veç ma në gjyna kime hiti? Po, a? Se kur të bosh vegan ti kime hongër salata, më hongër si sene. Në fakt, ti për të bjetë që ja hanë ushimin... Veç mos në hongër heq, ha? Në fakt, për të bjetë që për ja hanë ushimin e kafshë mas nej. I le ato të rritura. Jo, si lo të rritur, edhe ata hajnë, edhe unë ha. Po dhe po... I le pakunt. Mja hongër salatën e borinë. Salata është për krejt, edhe për shëndetjen e njeriut, edhe... Kështu që... Po edhe mishi bro për krejt? Bon mishje, hala nuk jem 100%, po anoj ma shumë ka dhimën kafsh. Po, ma tepër, ti që fse bosh vegan, bosh ma tepër pëse je ndjeshme, që e shë ato të rotolluë. Ndjeshmëria. Që ajo, për ndjeshmëri, që i prejne. Po, e kem të në problem. Unë mi pa për shemull që thot dikush, për ta prej që t'pull për t'juna ato se ho. Kër e di që, a kështu mi pas pullin e gatshme? Qashtu është, pak ma ndryshe, në Londër ka qenë i protest për këta vegan të kam pas. Ta është une nuk isha vegan, po isha në restoran të hongër. Edhe njerës e tjë restoran, a beson vishin këta vegant të restorani. Jeni kështu, të na sulmoneve, a din sa... Nuk më isha me besu se ata as shumështin, as djathin, as vezën, as kur gja heq, edhe qash nga kanë sulmu që i denë se ki. Me prek s'na kanë prek, po nga kanë sulmu shumë keq. Vanë demokratik, protestën e bojnë, po... Edhe prej qati momenti të isha ka dalë mëre këta, qysh po menojnë këta knale dhone, qka po hadin, po hala nuk jam vegan, edhe feja, kalon me hongër mesh, po... Edhe feja? Me fej, muslimane, mishin, është, po, që ata edhe nuk anoj 100% vegan, po, jem ma shumë djeshmërin. Dhe me thonë një edhe fetarë, beson edhe në fejë. Po. A një mirë shumë, bravo. Na duhet se njerës të gati këtë po të heken për fejës. Ja. Se moda u bota është. Që aty u lesëshim për para, mirë shumë. Ja, deklarat tjetër që u bua famshme jotja,
Dishka për Albin Kurti, çka ke thonë? Edhe ajo në kartëve të ti, original, unë asë një gjas se kom pregadit. Se kom dëgju që thoi njerës, munohen ta në konë me bo diçka më bo viral. Unë e bile që si më konë që një konë në për media, se di që ka pëndodhë shumë. Ma të kalashmit ju jeni për viral, ju shka jeton një jashtë. Pa shazoj se nuk e dini as vetë që ka ndodhë vesh kur ta sheni vetë. Jo, absolut. Albinin gjithë e kom deshtë. Më ka dok shumë i drejtë, tash nuk e di që ka menojnë tjertë, po unë për veti nuk jam e shgënjyme. Si e shgënjyme? Më dokët njeri që punon për popullin. Tonë mërë punojnë për popull? Jo, vla, tonë. Kjo nuk më dokët materialist, a ke po ftyra i kalëzën që së materialist, së është i mas në legve, mas. Me su njës për i ftyrës. Ftyra e zvretaj, e ka një jetë, nuk intereson jetë a luksit. Jo, a? Absolut, se s'po di, a jeti me Albin? Me kon jeti? Ja, unë e s'jam Albinin, jam kundështari Albinit, po unë jam kundështari gjithë pushtetarëve që s'punojnë për popull. Po. Unë nuk kam kur gja kundër politikarëve tjerë, jo që ja qëlloj politike, sun se lidhe s'ka e simpatizoj Albinin ma shumë, edhe... Po pse deklarata të bo e madhe? Që thash babë, është baba. A dhe ti tha baba? Sa i ka thonë edhe ti kërësha? Po dhe po krejt pithojnë baba, që aty po krejt probleme, që ma sa ne aj po ka probleme grunë në shpe. Valoj, që shtu kanë thonë... Tani edhe mu po më thojnë, ku e pati ti këta babë? Në për komente. O, sot. Sërzisht, gruja, adin filleme ka kuptu, po tash thanë pëthot që është i ba, për taj. A ke najtë arhat, as ke najtë arhat? Më falni. Heq për stani. Unë po më nuna mi aralëzonin, po se di, qëtash, më falni. është bo pjesë e pandashme telefoni që e interesant kjo jam i zboni sot eq. Zakonisht të më lejmërin edhe më thirin e... Kjo priceless, që diçka që nuk gjindët ma. Edhe se ka kërkush këtë numër. Apo a? Ja. E ma në kështu privat. Jo, veç, kjo asë është i lidhe me numër. Dikuj kujt i shkën menja, ato po emisione dhe i shkën menja të thiri valonin, fil banzilja këto. Po. Pa pas telefon heq pa kur gjo. Veç me shku menja, është telefon telepatik. Qashtu? Sa për të pëngojnë tash këtë që to intervista që i të i bo dhe po shet që ti ullë këtë kohën me folë dhe shka, si sonde për shemull, në ashtë ta nari i kujtum edhe kom pas qef për i momenti që të kom shkru edhe të kom thirë, kom thonë të i kujtojmë këtë kamerë të shef se ka qenë dhe shka. Da ala përmenet? Po, përmenet këtë kohën. Po, në për intervista tash e ma aktive, po shkon nesër me në reagimin për shef veç pse i tha Albin baba, pse i tha Bagla, pse i tha kështu. Ani dhe shumë mirë, unë e po bona viral, ata dhe të vazhdojnë dhe të thojnë, pse thashtu, këtu e në media, na e kuptojmë një një tjetërin, po neve s'na kuptojnë ata jashtë na media. Kështu që s'ka rëndësim. Do me thonë sot tu të pengu? Ja. Nuk e ki... Nërmaj pak të pengam, po kur e shë vetën, për shembull me punën e lopës, kur nalna dhe me noj, qka kom thonë kur gja kesh i ram pengane, ju që i thuni dikujt kali, magar, zagar, qka jenë këtu? është një furre që bëjshim në atërë, do këtë mafia bëjke, kur vjen konata prej jashtit, a dhe i e shku që e 2-3 vjetë jashtë, jo që ti mamati që e shku, edhe këtë vjen, e kesh harru gjuën këtë. Që? Konata, edhe i thëtë mafi, i thëtë vasis das, gjermanesht, a dhe me ekspedi, tha e po shatin, vasis das. Qysh me i thëtë, s'pët bjen manë shati është kë? Kështë s'pët dhe. Vasis das, kulica mre, vasis das, e shë lopen, të të lopa, mu pja spjegon, hishtë tha s'dike, tha tu hetë se tu këqysh, thash klap koma në bagël, sharrej nga, piskati, kaj negro se bagla, a bagla për të kujtuat, a? Bogla i tha, nuk i tha vasis das. Kajnë shfarë bogle shumë ke që po buon që jo s'po dina me fol, jo... Që ta ki pytje në radhas, në Angli që sa vjetë nuk e ki ndru theksin? 17 vjetë edhe se ndroj, absolut. Edhe fëmijët e mi, ko më mundu mi mësu mirë Shqip, edhe rjedhshëm.
Me fol aty kështë jo në spëdi, kështë e aknena, ato jo në gjana tullta, nuk... Më duket njerë që i kanë komplekse, mundohen me mu bu kështë spëdina me fol. Ardit nështë është edhe puna që kontakti, nështë s'ki pas kontakte shumë me të hujt. Jo, kom pas normal kontakt, kom qenë shkullë 3 vjetë për anglisht. Gjuhë angleze, në zonën e parë një ndër shkullat më të mirat, krejt huj, anglisht. Veç unë e kom qenë shqiptare. Po, është gjuha jam, gjuha nanës. Nuk e kindru, a pëshe sa mirë, se do... Ja. Do bonde, ka naj kompleks. Valoj, po mungon bashkëbisedimi me shqiptare, dhe të mungu bashkëbisedimi me shqiptare. Jo, s'mungon, se i ki familjen. E kom thuj guhen. Edhe kur se din mirë gjuhën e nanës tone, qka do me mësute? Do me thonë edhe anglishtën e mësën ma mirë kur e din gjuhën e nanës. Po, pak faj i kumpirit është. Në farë kumpiri në gojë Prishtinë, të shtrëngojnë gojnë kësha. Wata e sa, wata e sa. Qas po ka. Qas po ka dhe qas po ka. Qyshe pra më në Kosovën në vitet arshme, masi po edhe në Albinin. Ja, sot s'pas kanë më të lona. Unë e kom prej kaf, po nuk di pse s'panale. A të kalzovën në këtë emision pa pas një umenisht bënzilja. Mos, qa ka ndodhë këtë? E ju kujtuat, për para kom pas një farë laptopi, edhe ai laptopu ku një lidhën drejt për drejt me cijeni mërësha informatat për krejt që ka përbohet. Valoni është me old school, klasik. Tash e kom e këtë telefonin. Sa bukura dhe radio këtu në herë. Po, kjo radio me bo mirëshu lajmet që si keni një kur kërkun mas pari qëtë kjo. Ka lajmet special. A ka halaj, jep që ashtu? Jep lajmet për të ardhmen. Me bo mirëshu, kalëzën fil ti mas 3 vjetë e shfar roli kime lujt, ku ki më kohën, qa ki me bo. Mos është në i farë kësi prediction. Që ashtu dishka është. Po, për Kosovën më duket ke pyetja. Po, për Kosovën. Qysh e shoh Kosovën? Unë e kam qenë me pa mirë, se është veni jam, po do të sa ma shumë punë, ma pak fjalë, se na kina qef hazër, edhe veç me mi komentu tjertë, mos me pa vetë vetën, gabimet tona, po tjertë që po bojnë, tek po bojnë, edhe tu nejtë, hazër. A një dhe, ti kërë ku në etha kom bo gabime, kom dorë se më ka interesu ashtu, e le edhe tritë e sotit pak le të bojnë gabimet e rinis janë tonë. Për trion e përgjithsi si popull, na gjithmonë i kina pas që tomë, thash, tu marrë me tjerë, tu i këshyrë gabimet e tjerëve, e të vetat nuk i shohin. Por edhe që kom bo gabime, unë si më shkum i thonë dikujt vëlla pse bone ti këto. Apo kupton? Unë e kom pësu në ashta pi gabimet tjerëve, po nësë si kom kritiku pse bone. Po në Anglia nuk kanë thashe thema? Bala ju. Unë nuk kom pa si këtu. Sinqerisht, nuk ka shansa teorike. A ki kushi atja, një kësh më kushi? Po, më janë shumë të edukum. A qëtë një qaj kështu mas dite? A dhe si këtu që më ledhen kushiket? Nuk kanë kop atje me më ledhe, me pi cigare, kafe, me folje. Une nuk di që shmujnë. Une për veti edhe këtu kër kom qenë, Kosovë, une që ashtu s'kom pas nerva. Kafe, cigare, ape, filonin, fistin, nuk jo me qasaj shkallë. Kështu që nuk e di, ka shumë në Angli edhe në vendit tjera që njëjtë janë, s'ka ndru heq, mirën me më thajt thash, s'punojnë. S'qesin tabak atje kështu me qaje, ma, ju, a? Që garant qesin, po... Kam tonë që qojnë e pinë mas dite në ora 5 e kanë Anglia në shtatë zoja. Shqiptarët okej, po angles... Jo, për angles të orë në kanë. Ajo është early grey ose English breakfast, do më thonë janë për evening. 6 mramje me biskota. Me qomsht ose pa qomsht? Qaj me qomsht, early grey është aj qaj. Ka dhe këtu me bli. Po kanë dhe më thonë si tradici. Veç që e kanë kështu në qështu, në qësi kap, jo si na në gjamit. Ti edhe kështu, po edhe e martune, dhe më thonë edhe si qik, po edhe martune i rame një familje që janë me tradita. S'ke qitë ti tabak veta? Po më bërë që jo, kam qitë qaj. Po. Qita? Edhe s'kom pas kur gjo këndër asaj, është... Me gatua. Nuk i kjone... Këtune tradita tona shqiptare, se i kena të veçanta, janë të mira, dhe pëse se dhja janë tërgjve atonat. Nuk e di valoj asun, qërë se gati traditat si njëjtë, se në kanë sundu, dikush për thot në kanë sundu, dikush për thot kemi bashketu me pushtetin e tyre për 500 vjetë, normal që
Ne i kanë lënë do tradita Ta ose studia ja na kemi kanë lënë lënë ata, na. na, qa është ajo, po mundona mi majtë tonat. Edhe është një farë lezeti kështu. Nuk ka Ka më një si farë qenë. shëreti. Po. Mo më ledh gratë aty kretë, kur ti nusha një këtë 2 metra. Nusë ta. Nusja e filonit. Pika i e tabakit. Rap të ftyra për në afron aty. Ani më pësojshin. Thojshin kur... Ta është dikur që ish aty e familjes të ishin kur t'ju qëtë qajat. Po. Mos u kthe kështu. Po. Para me no. A mu i muqu me kalzu. Po. Që dha aktore s'pëjtën në kënë tjetëra për ndjemora me kalzu. Se ke kur ti qës qajat, që ti qështu, edhe këthëv qështu shko, ka me shku amurët. Po e mas. Mos u kthe kështu. Po kështu. Okej, s'ka problem. Mësom se... Këtë ku me ftyrë ka ta. Nuk ka kur gjatë keqe, po i kena interesant. A pse zerat me në thu me shtiklat gata, ding, kryt për zidi, Amazonën ndera ajo. Me thy... Me thy qafën këtë, sirëzune e Të ja. isha ka një herë o zë qfarë. Ka Ka gja një- jetëron është për para që shi kanë... Po veç, edhe i falë lezeti. Po, absolut, Edhe ka lezet, absolut. Me mujtë mi majtë që të tradita. Dveta me gatua gatuna ki qef. Më pëlqen me gatu, gatimi është artë. Po. A mu i me përmenë. Po më? Bile Ardianën, Arjeta. Arjetën. Po, s'ka qef më kone famë. Jo, okej. Ta. Këto që i pashë të jo studio të pregadit pita se, Pitet i kena për kulla malog me emisionin që Ah. gjërojmë, po. Sa ta Okej. apsot pa buk, nuk e hojnë. Edhe unë pëlqej shumë, isha interesu me më mësu, unë nuk është që zdi, po këtu tradicionalet e kam pak ma vështirë. Më pëlqen, gatimi është artë, është një farë qetësie, është një farë meditimi, kështu që se kam problem, më pëlqen. Me tradicionale e ki pak ma vështirë, dhe me thonë flijen e ki të lashe me qitë. Ja, kur qysh zdi me bo, edhe pse jo mundu me bo, po nuk... A zdi mi bo brumin a mi I qitë? vikësira, vez, nuk e di pse. S'po di, diçka e kemi përdorë ne, kur kom provu një herë, si krem, si diçka, dhe thash unë e zbëj ma. Asja ki qëllu e cetës. Bile me një shu që e kom bo. Aje e fshatit edhe s'ja qëlloj ke. A shpitet së një bëna? I provoj, po, e një qëta shumë suva këtu të ju që i pash. Mo bërë tek që tash më mësu për pite? Jo, unë e di, po bashkë që shi bëj ke me tervije, thojnë. Tërsh me tervije. Me i sanë diçka për të ardhën tonë edhe për fund? Se s'kam qef me bo intervistën nga të hajtë kështë për foli me bajat. Pak po m'vjen si ftoft. Ftoft, se edhe ka njerë po mirët goja, se pak ftoft, pe kom si më vesh ma hall. Po, e di, gjithë në për emisione, krejtë mësafirëve duhet mi thonë, veshën një tërë se të kapin edhe emocionet edhe, se që është pytje vesh. Edhe pëso në valonin e një që sa ko dhe kom respektin që jam në emision të ty, se i vlerësoj ma ti për njerë që një mama ti. Interesant. Po dhe që ki po ma ti të Kanë shumë rëndësi të orë njerëzi që një mama ti, ma herë. Ja, disham habite kënë tha, mrapa, tha edhe, tha për para, ta kur këna punu edhe na ki pagu. Unë e kom marru krejt që të kom pagu. Po, na ke pagu në atë ko dhe na ke pagu. Je korekt, je shumë serios, je shumë njeri mirë. Kur se kom ditë, unë kom kujtu që Jo, po, na ke pagu. Po. Bravo, më koftë. Ku këna konë djali mirë atë. Bravo, jo, dhe tash, edhe s'ke ndryshu në asë një aspekt, veç suksese. Ja, kom ndryshu, se po thojnë tash jam lazru. Ti e thanë fillim që sa i një konë të ri, i një konë të lazru, tash të kuptu jetën të pjekun, mas rëzim konë një ri tash, këtë bëdallim bo. Ja. Vete publikën. Shkru një aty komenta, e më bo bëdall këtë. Dikush është me të lindon. Po. S'kas. Dikush është i lindën artist, po, e për mirë, dikush... Me yllë balë, e thojnë. Dikush abortohet fillë. Qka po pret për jetës tonë në të ardhmen? A jenë dilema, se tha jam dilema për jetu, po a jenë... Ku me najtë ma shumë... A jenë dilema me umar me artin? Po, me aktëri me ndoj definitivisht muri këthy, edhe me gashme për bashkëpunim, dhe anën tjetër edhe më kujdes për fëmijët e mi, gjithmonë, ata afër meje, tash e kom pak ma letë që jo rrit pak, kështu që nuk e kom problem. Je pak ma lirë. Një kohë, do me thonë, kom qenë veç kundër artit edhe veç me pauzu. Tash të jam
okej, për me fillu, me bashkëpunu edhe me jam diçka për venin tem. Drama, seriale, Por teatr, çka do unë jam e gashme. komedi. Krejt rolet i bëj. Jo bashkëjt rolet. Krejt. A krejt, a? Për çka kom kry fakultet. Edhe Po, kom valla, eksperiencë. Inshallah kime pas sukses. Unë të falenderoj shumë për pjesëmarrje në intervistë. Edhe po shpresoj që të ardhmen i qelim rrugë bashk edhe për një bashkëpunim. Pse jo? Inshallah, pse jo. Faleminderit Faleminderit edhe prej teje Valan. Tash le të bën telefoni sa të dush. Se u krya. Po, o kry. A pa, ta në kohën me buzqeshje kesh. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Miq ton, na përcjellni në First Channel me plot emisionet e tjera, do të nisim edhe plot projekte të reja në të ardhmen, mos harroni, merrni frymë shqip. Natën e mirë.